Në intervistën e ditës për rezultatin e zgjedhjeve lokale, flasim me analistin politik Sefer Tahiri. Mirëmbrëma dhe mirëseardhët në Arsat. Faleminderit për ftesë. Zoti Tahiri, nëse fituesit e bloku politik Maqedonas është i qartë, a ka më dilema se kush është fitues të bloku politik shqiptar pasi debati mbi legitimitetin vazhdonte deri dje? Sigurisht që kishte debat mbi legitimitetin e kontestuar të koalicionit Vlen për shkak të rezultatit të zgjedhjeve parlamentare, por nga dita e djeshtme ky debat mendoj që është i konsumuar dhe nuk ka asnjë dilemë se koalicioni Vlen është fituesi i zgjedhjeve lokale për shkak se këto zgjedhje janë për këshillat komunale dhe në veçanti për shkak të zgjedhjes kryetarëve të komunave. Ne dim që sistemi i pushtetit lokal tek ne bazohet shumë tek kompetencat e kryetarit të komunës dhe si rrjedhoj, pra rezultati që del nga zgjedhjet për kryetarët e komunave e përcakton edhe fituesin. Në këtë rast, fitues absolut të zgjedhjeve janë partit që marrin pjesë në koalicionin qeveritar, VMRO DPMNE dhe koalicioni Vlen. Natyrisht që Bashkimi Demokratik për Integrim dhe partit pjesëmarrëse në koalicionin Aleanca Kombëtare për Integrim përdorin justifikime të ndryshme që kanë të bëjnë me numrin e votave. E përgjithshëm të votave që kanë marrë me listat e këshilltarëve. Sa mban kjo tezë e tyre? Po kjo është e pritur për shkak se numri duhet thënë që nuk është i vogël. BDI-ja nuk e ka korrur rezultatin më dobët në një proces zgjedhor. Në vitin 2016 rikujtojmë se BDI-ja kishte vetëm 10 deputet dhe kishte 86.000 vota sa mbaj mend, domethënë ai ishte rezultati më i dobët që kishte arritur kjo parti. Numri prej 114.000 votave për këshilltar duhet thënë që nuk është numër që automatikisht e përcakton apo e përkufizon këtë parti si humbse e madhe, megjithatë është partia që nuk është fituese sa i përket kryetarëve të komunave. Pra, ne jemi në një situatë të tillë kur mund të konstatojmë që votat e fituara të BDI-s, pra nuk ishin as pak të mjaftueshme për të fituar disa nga komunat dhe si rrjedhoj mendoj që këto janë justifikime për nevoja të brendshme elektorale, për të mbajtur të mobilizuar elektoratin partijak, si të BDI-s ashtu edhe të dy aleancave. Çfarë do të thotë për karrierën politike të zotit Ahmeti, humbja e Çajirit, Kërçovës, nuk arriti ta kthente as Tetovën, që është qyteti i selisë së partisë? Bashkimi Demokratik për Integrim në këto zgjedhje për herë të parë merr pjesë nga pozicioni i opozitës. Deri në zgjedhjet e kaluara parlamentare, pra merrte pjesë në zgjedhje nga pozicioni i pushtetit. Në Maqedoninë e Veriut është dëshmuar se partitë që janë në pushtet shumë, do të thënë me lehtësi apo me pak mundim i kanë fituar zgjedhjet lokale. Kjo për faktin se pushteti lokal këtu tek ne nuk shihet si entitet i veçantë apo nuk shihet si pushtet i cili nuk varet nga pushteti qendror. Natyrisht që ka shumë varëshmëri edhe sa i përket relacioneve midis dy pushteteve, por më tepër do të kisha thënë që kjo varëshmëri detektohet edhe nga vetë qytetarët, të cilët thonë që nëse e votojmë një parti politike e cila është në opozit, qeveria nuk do ta mbështet në nivel lokal. Dhe kjo ka ndikuar që koalicioni Vlen ta shfrytëzoi faktin e të qenurit në pushtet. Kështu ka ndodhur në vitin 2000, kur Partia Demokratike Shqiptare e asaj kohe, duke qenë në pushtet qendror, i fitoi gati se të gjitha komunat. Natyrisht, ky nuk është viti i cili flet mirë për kujtesën e shqiptarëve për zgjedhjet e asaj kohe, sepse kishim një viktim, por e përmend si fakt pra që pushteti lokal gjithmonë është
fituar nga partia që ka qenë në pushtetin qendror. Kështu ka ndodhur në 2005 kur vjen në pushtet BDI-a dhe në mënyrë konstante deri në vitin 2017 kur dalin lojtarë të rinj politik që kanë të bëjnë kryesisht me lëvizjen për reforma të asaj kohe të Partisë Demokratike Shqiptare, të udhëhequr nga zoti Zjadin Sela dhe më pas nga lëvizja Besa, po deri në atë periudhë ne kemi pasur një sundim, do të kisha thënë, konstant të pushtetit qendror dhe atij lokal nga BDI-a. Ky rezultat i cili u shënua dje është alarm, mendoj unë, është alarm i kuq për Bashkimin Demokratik për Integrim, për vetë zotin Ahmeti, dhe unë mendoj që përgjegjësia e cila e targeton jo vetëm zotin Ahmeti, por edhe kryesinë qendrore, u takon pra të gjithë strukturave politike të kësaj partie. E kam thënë shpesh, e kam thënë edhe në debate publike. Shqiptarët meritojnë përfaqësim shumë më të mirë në pushtetin legjislativ, në pushtetin ekzekutiv, por edhe në pushtetin lokal. Bashkimi Demokratik për Integrim, neve gjithë këto vite, nga viti 2002, na i ofron maksimumi të themi 30 figura, të cilat i rrotullon nga pozicionet ministër, deputet, drejtor, kryetar komune dhe vetëm i lëviz të njëjtit. Mendoj që popullata këtë fakt e ka detektuar, e ka evidentuar dhe duke u nisur nga mos ndryshimi apo mos freskimi i kuadrave, ka ndodhur pra një dënim me votë. Kjo nuk do të thotë se koalicioni vlen duhet të jetë shumë i egzaltuar nga rezultati i zgjedhjeve. Po, zoti Ahmeti mbrëm paralajmëroi se do bëhen ndryshime, do ketë reformë thelbësore në parti, sot u tha se do të thirret edhe kongresi i partisë, por a prisni dorëheqjen e zotit Ahmeti dhe cilat figura mendoni se mund të shkojnë në pension politik? Flasim për momentin për BDI-n. Personalisht mendoj që zoti Ahmeti edhe vetë po ta ofroj dorëheqjen, ajo nuk do t'i pranohet. Për shkak se këtu tek ne sistemi partijak i vendit është i ndërtuar apo i mbi ndërtuar mbi konceptin e partive liderike, partive të cilat bazohen kryesisht tek lideri, apo të ashtu quajturat sultan parti, që është model që vjen nga shtetet e lindjes, ku dhe normalisht edhe fatkeqësisht nga memoria kolektive që e kemi nga një sistem i kaluar. Çfarë do të thotë kjo? Që kryetari apo lideri i partisë ka kompetenca të pakontestueshme dhe të padiskutueshme deri në atë mas që të vendos edhe me statut BDI-a e ka, që lideri i partisë politike mund të vendos në fund pra kur merren vendimet për emrat e ministrave, për emrat e deputetëve, pra ai është firmëtari i cili i jep vizë apo leje vendimit të kryesisë qendrore apo të këshillit të përgjithshëm. Që do të thotë se kompetencat statutare të cilat janë dhënë zotit Ahmeti nuk janë dhënë kot. Domethënë, ai gjithashtu edhe për shkak të faktit që është figurë lider që vjen nga një strukturë ushtarake, pak a shumë edhe për faktin që ka qenë pjesë e LPK-s, Lëvizjes Popullore për Çlirimin e Kosovës, ka qenë pjesë e UÇK-s së Kosovës, UÇK-s këtu tek ne, udhëheqësi i UÇK-s, tek ai është parë si një figurë e cila gati se është e pa gabueshme apo askush nuk e ka të drejtën e kontestimit të kapacitetit leadershipit të tij. Pra, do të thoja që mendoj se pas zgjedhjeve të fundit lokale, nga përgjegjësia nuk duhet përjashtohet askush, por personalisht mendoj që të gjitha strukturat
politike të BDI-s do të pësojnë ndryshime, riorganizime e kështu me radhë, por figura e Zotit Ahmetit do të vazhdoj edhe për një kohë të jetë figura qendrore. Po, Zoti Sela, i cili nuk arriti të fitonte asnjë komunë ku kishte kandidat, nga njëra anë dhe Zoti Taravari që tha se është fitues në Gostivar dhe Vrapçisht, por që në fakt atje dështuan zgjedhjet dhe do të përsëriten. Unë mendoj se dështimi i koalicionit Aleanca Kombëtare për Integrim buron pikërisht këtu. Dhe ajo shumë shkurt do t'ju ndërpres, mbro me pam që Zoti Ahmeti doli vetëm në konferencë për media, nuk kishte asnjë nga... Po, edhe Zoti Taravari para disa ditëve tha që partia e tij, Aleanca e tij do të vazhdoj e vetme, duke qenë partia bartëse e opozitës në Gostivar. Mendoni se AKI-ja po shpërbëhet? Mendoj që AKI-ja ishte një eksperiment. Ishte një bashkim i panatyrshëm, natyrisht pragmatik, elektoral, por shifni, historia politike e shqiptarëve mba mend, po shprehem me fjalorin pak militarist, pra në kuptimin politik, them, dy luftimin midis BDI-s dhe Partisë Demokratike Shqiptare. Dhe kjo ka ndodhur gati se më shumë se një dekadë, derisa paraqitet në skenë demokracia e re, por jo shumë me ndonjë potencial, pra një subjekt i zbeht politik, dhe më vonë goditja i jepet nga LR-PDSH-ja, flas Partisë Demokratike Shqiptare. Dhe me që lufta politike është bërë gjithmonë midis BDI-s dhe PDSH-s, aleancat janë produkt apo derivat nga PDSH-ja, dhe për një herë dikush mendoi, tani nuk dua të hyj në teori konspirative se kush e mendoi, kush ishte ideatori apo kreatori i këtij koalicioni, se këto dy aleancat që dalin nga PDSH-ja mund të ribashkohen me Bashkimin Demokratik për Integrim. Kjo nuk funksionon, për shkak se elektorati i aleancave është elektorati i PDSH-s. Elektorati i PDSH-s nuk i voton kandidatët apo nuk e voton BDI-n, siç edhe BDI-ja u pa se nuk e voton aleancën, njëshin dhe dyshin. Prandaj ne e kemi këtë rezultat. E kemi rezultatin e tillë në Saraj, ku kandidati i aleancës ishte i shkëlqyshëm, Zoti Blerand Ramadan. Dhe unë nuk hezitoj ta them. Por votuesit nuk arritën ta detektojnë si të tillë. Flas një pjesë e votuesve të Bashkimit Demokratik për Integrim. Kishte raste edhe të tjera, pra në komuna të tjera ku kandidatët ishin të aleancës dhe anasjelltas, kandidatët e BDI-s, si për shembull në Zhelin ose në ndonjë komunë tjetër, që si duket nuk u përkrahën mjaftueshëm nga dy aleancat. Në bazë të rezultatit që e arriti Vleni tani, mendoni se do t'i ndihmojë të përmirësoj pozitën që ka në qeveri, ose nuk do të ndikoj kështu për shkak të forcimit nga ana tjetër edhe të VMRO-s? Vleni mendoj që këtë rezultat duhet ta lexoj me shumë maturi, jo me egzaltim. Natyrisht është pjesë e folklorit politik këtu tek ne që fitoret të festohen me këngë, valle, me ndoshta edhe me ndonjë zhurmë që vjen nga fishek zjarret e kështu me radhë, dhe kjo është normale. Nga sot, mendoj që, sepse ne vazhdimisht po themi nga e hëna, pastaj nesër do themi nga sot, sepse kjo sot mja zjat në realitetin ton politik. Por koalicioni Vlen, mendoj që duhet t'i bëj analizë të thellë rezultatit, sepse rezultati është fakt që është produkt i marrëveshjes politike midis VMRO, DPMN-s dhe koalicionit Vlen, i cili ka funksionuar sidomos në komuna të veçanta, siç është komuna e Strugës, për shembull, ose në disa komuna tjera. Natyrisht më pak në disa komuna për të mos bërë analiza konkrete të komunave. Por
Kjo do të thotë që koalicioni duhet ta ketë parasysh këtë fakt, që deri tek rezultati ka arritur me ndihmën apo me bashkëpunimin që e ka në koalicionin qeveritar me VMRO DPMN. Dhe gjithashtu duhet ta ketë parasysh edhe faktin që nga raundi i parë VMRO DPMN-ja dhe bashkë me Lidhjen Social-Demokrate e lanë hapësirën e lirë tek shqiptarët që të votojnë votuesit shqiptar dhe natyrisht një kontingjent, nuk po them shumë i madh i votave të VMRO DPMN-s të hudhet tek kutitë e votimit që u takonin koalicionit Vlen. Pra, mendoj se nevojitet analizë pak më e thellë. Mendoj që koalicioni Vlen gjithashtu duhet njësoj si BDI-ja të mendoj sepse shifni, edhe koalicioni Vlen nuk është se dallon në kuptimin e njerëzve shumë nga BDI-ja, sepse ne shumë figura i shohim gati se të njëjta, po rretullohen gjatë viteve. Mendoj se koalicioni Vlen duhet gjithashtu të bëjnë një hap para drejt të hapjes së dyerve për kuadro të cilat mendoj që kanë kapacitete politike, intelektuale, profesionale që në një farë forme të sigurojnë performansa më të mira në pushtetin qendror, pra në qeverisje. A do të ndodhë kjo? Natyrisht që dilema gjithmonë ka, sepse njerë do të ndodhë procesi i ristrukturimit të Vlenit si parti politike, gjetja e liderit që për mendimin tim është i paracaktuar të jetë kryetari i komunës së Çajirit për shkak të faktit që në raundin e parë mbaroi lojën politike dhe për shkak të backgroundit të tij politik të cilin e ka, edhe gjatë pjesëmarrjes në pushtet, duke qenë pra pjesë e komunës, por edhe si përfaqësues politik i Bashkimit Demokratik për Integrim. Mendoj që ka sfida shumë edhe koalicioni Vlen, duhet natyrisht ta ndryshoj kursin apo ta ndryshoj trajektoren politike duke qenë në pushtet i atakuar vazhdimisht nga kundërshtarët, nga mediat, një pjesë e mediave, që është normale se legitimiteti i Vlenit nuk ishte i plot. Tani Vleni ka legitimitet të plot dhe ne kemi të drejtën e plot, po ashtu që të kërkojmë përgjegjësi më të madhe, sepse është e natyrshme. Sa më shumë elektorat, sa më shumë vota, sa më shumë legitimitet, ato duhet të balansohen me përgjegjësinë. Kemi edhe shumë çështje për diskutuar, por jemi në fund të minutave. Do doja ta veçoj një moment çfarë mesazhi mendoni se dërgoi zoti Mickovski me atë që shkoi të festoj pikërisht mbrëm në Bërvenic dhe në Kërqov. Koncepti VMRO DPMN-s është i qartë nga vitet 90. Maqedonia e maqedonasve, Maqedonia shtet i popullit maqedonas. Dhe ky koncept nuk ka ndryshuar asnjëherë. Vetë emërtimi i partisë është DPMN-e, pra është Partia Demokratike për Unitet apo Bashkim Kombëtar Maqedonas. Nuk mund pritet nga një parti e djathtë, nga një parti e cila ka qëndrime rigjide, nga një parti e cila bazohet tek etnocentrizmi apo filozofinë e saj politike e ndërton mbi identitetin dhe kultivimin e identitetit etnonacional, të pritet një formë e veprimit ndryshe. Është pra detyrë e subjekteve politike të tjera, sidomos ato shqiptare, që ta balansojnë këtë retorik dhe këtë strategji institucionale, e cila mund të vazhdojë të jetë etnonacionale, por në anën tjetër duhet të ketë një strategji e cila duhet të jetë shqiptare, dhe ky shtet vazhdojë të funksionojë si shtet jo vetëm i maqedonasve, por edhe i shqiptarëve, natyrisht i shqiptarëve të barabartë.
Kjo duket pak si e pa arritshme, por unë mendoj se me rinegocime, me bisedime të vazhdueshme mund të arrihet. Ju faleminderit shumë për këtë intervistë. Faleminderit edhe. Shikues të nderuar, ne vazhdojmë me zhvillimet e tjera të ditës.